Të nderuar gazetar, të dashur qytetar, jam këtu bashkë me dy ministrat kabinetit tonë qeveritar, me ministrin e mjedisit dhe planifikimit hapësinor, zonjën Fitore Pacolli Dalipi, dhe me ministrin për punë, familje dhe vlerat luftës shërimtare, zotëria Ndin Hotin. Sot po prezentojmë projektin e banimit social adekuat në Republikën e Kosovës, një investim ky i rëndësishëm për dinjitetin e familjeve, si dhe për barazin e sigurinë sociale. Kësaj po bëjmë një hap të rëndësishëm në një prej fushave si Qeveria e Republikës Kosovës, të cilën e kemi vendosur në qendër të punës sonë. E kjo është përmirësimi i mirëqenies së familjeve dhe krijimi i kushteve më të mira për jetë. Një familje e cila nuk mund të ndihet e sigurt, atëherë duhet patjetër të bëhemi si shtet strehë për të. Një fëmijë që nuk mund t'i ketë mundësitë e barabarta, atëherë duhet që ne të sigurojmë patjetër kushte të përshtatshme banimi. Dhe një shoqëri e shtet që nuk e luftojnë padrejtësinë dhe pabarazinë, atëherë ngelen edhe familjet më të cënueshme, më së pari, më së shumti pa mbështetje. Prandaj edhe çështjen e banimit e kemi trajtuar si pjesë të politikave tona sociale dhe të angazhimit për mirëqenien e qytetarëve, duke vënë prioritetin tek ata të cilët janë më së shumti në nevojë. Gjatë qeverisjes tonë kemi ndërmarrë një sër masash deri më tani për të mbështetur familjet, veçanërisht ato me fëmijë dhe ato që përballen me vështirësi ekonomike. Nga shtesat për fëmijë dhe mbështetjen për nënat lehona, të veprimet konkrete për mbrojtje sociale dhe përmirësim të standardit të jetesës. Sepse mbështetja për një familje nuk është vetëm një pagesë mujore, mbështetja është edhe mundësia që ajo familje të ketë strehim të përshtatshëm, të sigurt e dinjitos. Projekti është rezultati një pune të përbashkët ndërmjet institucioneve qendrore dhe komunave të Republikës, me mbështetjen edhe të partnerëve tonë ndërkombëtar. Qeveria ka siguruar financim përmes marrëveshjes së kredisë me Bankën për Zhvillim të Këshillit të Evropës në vlerë prej 25 milion eurove. Krahas tyre kemi ndarë 12 milion euro nga buxheti i Republikës, pra kemi siguruar një fond të përgjithshëm prej 37 milion euro, e ky është gjithsesi një investim i madh. Ajo që e bën edhe më të rëndësishëm këtë investim është destinimi i tij, është investim në familje, është investim në siguri, është investim në dinjitet, është investim në të ardhmen e fëmijëve. Sot kemi ardhur në një pikë ku ky angazhim po kalon nga planifikimi dhe përgatitja në fazën konkrete të zbatimit. Gjithsej 21 komuna do të jenë pjesë e këtij projekti dhe qindra familje do të përfitojnë nga ndërhyrjet që do të realizohen. Ato janë partnerë të rëndësishme në zbatim, sepse nëpërmjet tyre kalojnë edhe procedurat e prokurimit, por edhe për zgjedhja e familjeve përfituese. Detajet e projektit, mënyra e zbatimit, programet e ndërhyrjes dhe ndarja sipas komunave do të prezantohet më gjerësisht e hollësisht nga ministria Pacolli Dalipi. Unë falenderoj Bankën për Zhvillim të Këshillit të Evropës për partneritetin dhe mbështetjen, komunat për bashkëpunimin, si dhe ekipet e ministrive që kanë punuar për ta sjellë këtë projekt deri në këtë fazë. E në anën tjetër, krahas këtij procesi i cili po hyn në fazën e nënshkrimit me komunat, e më pas edhe fillimit, po zhvillohet e po avancon projekti tjetër i madh që ka nisur, ai i banimit të përballueshëm dhe social. Ky projekt aktualisht është në fazën e implementimit në këto komuna të Republikës, në Pej, në Istog, në Podujev dhe në Gjilan. Punimet po zhvillohen në gjithsej 7 lote, në përputhje me kontratët e nënshkruara dhe planat dinamike të aprovuara për secilin projekt. Në përgjithësi, niveli i realizimit pas shpenzimeve të buxhetit pagesave deri në këtë fazë është 35% e për lotet caktuara shkon deri në 53%. E drejta për jetë, e drejta për banim, barazia mbi të gjitha jo vetëm si synim i përbashkët, por edhe si piknisje, padyshim mbeten vlerat nga të cilat nisim e shkojmë me të vetmin qëllim që shteti të jetë për krejt, sepse krejt jemi të këtij shteti. Ju faleminderit e tash po ja kaloj fjalën ministrës së mjedisit dhe planifikimit hapësinor, zonjës Fitore Pacolli Dalipi. Faleminderit kryeministër, të nderuara media, të dashur qytetar.
Për ne në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, shtëpia nuk është thjesht një objekt me mure e kulm, por piknisja e planifikimit të mirëfillt hapësinor. Në vizionin tonë, banimi dhe planifikimi i territorit janë të pandashme, banimi i sigurt, i dinjitetshëm dhe i integruar mirë në hapësirën që rrethon shtylla e mjedisit të shëndetshëm dhe zhvillimit të qëndrueshëm të qyteteve tona. Planifikimi hapësinor merr kuptim të plotë vetëm atëherë kur i shërben drejt për drejt mirëqenies së njerëzit. Duke u nisur nga ky vizion dhe pas një pune intenzive, projekti i banimit social adekuat ka arritur në fazën finale. Duke filluar nga dita e hënë, ne nisim në nënshkrimin e marrëveshjeve me 21 komuna përfituese, duke shënuar kështu investimin më të madh publik në fushën e banimit social në Kosovë. Ky projekt nuk është thjesht një ndërtim infrastrukturor, por një platformë e vërtetë për drejtësisë sociale ku askush nuk mbetet pas. Ai ka një vlerë për 37 milion eurove, ku 25 milion euro financohen direkt prej Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës, ndërsa 12 milion euro nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Parimi themelor i këtij projekti është drejtësia, prandaj edhe shpërndarja e buxhetit nuk është bërë në mënyrë uniforme, por bazohet në gjendjen sociale dhe shkallën e varfërisë. Ndër komunat që kanë fituar më së shumti janë komuna Skënderajit, e cila përfiton fondin me vlerë prej 3.4 milion euro, pastaj radhitet komuna e Drenasit dhe ajo e Mitrovicës së Jugut me 2 milion e 250.000 euro dhe më pas komuna e Voshtrisë me 2 milion e 235.000 euro, ndërsa komuna tjera përfituese kanë marrë secila fonde në vlerën 2 milion euro. Nga ky investim pritet që të përfitojmë rreth 773 familje përmes 4 komponentëve: ndërtimit të njësive të reja, renovimit të banesave sociale, si dhe renovimit apo rindërtimit të shtëpive private për familje të cënueshme. Ky projekt ka një dimension thelbësor territorial, pra zhvillimin e balancuar të territorit. Por çfarë nënkupton saktësisht zhvillimi i balancuar i territorit dhe si lidhet ai me planifikimin hapësinor? Planifikimi hapësinor është shpërndarje e drejtë, logjike dhe qëndrueshme e jetës, burimeve dhe infrastrukturës në gjithë vendin. Planifikimi i mirë hapësinor është ai që banimin e sigurt për familjet e cënueshme e ka shtyllë kryesore. Ne nuk mund të pretendojmë se kemi qytete dhe fshatra të planifikuara mirë nëse brenda tyre tolerojmë hapësira ku familjet tona jetojnë në kushte degradimi e pasigurie. Zhvillimi i balancuar nënkupton që ne duam një Kosovë ku qendra urbane nuk mbipopullohet, ndërsa zonat e tjera nuk braktisen. Mbështetja e familjeve në vend banimit e tyre ndihmon që mungesa e kushteve të banimit të mos bëhet shkak shtesë për shpërnguljen dhe migrimin e brendshëm. Kështu, ne sigurohemi që ata mos të shkëputen nga vendinjet e tyre, rrënjet e kujtimet e tyre. Kur investojmë në shtëpitë e një familje, aty ku ajo jeton, ne frenojmë urbanizimin e pakontrolluar, lehtësojmë presionin mbi infrastrukturën e qyteteve të mëdha dhe ruajmë vitalitetin e komuniteteve lokale. Kështu, ne i përkthejmë planifikimin hapësinor në një koncept teorik dhe prej një koncepti teorik në një realitet praktik jetësor. Po ashtu, ky projekt ka një dimension jetik, pransor dhe juridik. Të gjithë e dimë pasigurinë historike të statusit të pronave në Republikën e Kosovës. Për shtëpi që do të rinovohen dhe rindërtohen, rregullimi i statusit pransor është parakusht i detyrueshëm. Investimi ynë nuk mjaftohet tek vendosja e kulmit të ndonjë shtëpie, por kjo shërben si mekanizëm i formalizimit të pronësisë, duke pajisur kështu me dokumentacion të rregullt ligjor këtyre familjeve që po kthehet banimi i dinjitetshëm dhe këtë mënyrë ne po sigurojmë edhe një paqe mendore dhe një mbrojtje juridike për të ardhmen e tyre. Banimi social adekuat po shndrohet në një instrument të fuqishëm zhvillimi e përfshirje. Të hënën, me nisjen e nënshkrimeve të marrëveshjeve, pra me 21 komuna, ne po hapim kapitullin e ri në banimin e social, për dhënë qindra familjeve atë që meriton, pra një shtëpi të sigurt, në lagjin e tyre, në fshatin e tyre, jetë me dinjitet dhe një të ardhmë me plot shpresë. Faleminderit. Faleminderit shumë ministre, të nderuar media, shumë të respektuar qytetar, ashtu siç e potencoi edhe kryeministri Kurti, po edhe ministri Apacoli. Ky në fakt është një ndër projektet më të rëndësishme që po realizohet sot në fushën e banimit social dhe të përballueshëm në Kosovë,
ndërka se që dini që Ministria për Punë, Familje dhe Gjërat Shqiptare mbulon krijimin, hartimin dhe monitorimin e politikave të shërbimeve sociale për ne, ose nga këndvështrimi i kësaj ministrie. Ky projekt është një projekt ndërtimi, si që potencu është më shumë një projekt social. Është një projekt që prek drejt për drejt familjet, prek drejt për drejt mirëqenien dhe natyrisht edhe dignitetin e qytetarëve të Republikës Kosovës. Ligji për banim social dhe të përballueshëm paraqet një ndryshim të rëndësishëm në mënyrën se si Kosova sot po e trajton çështjen e banimit. Ligji e sheh banimin si pjesë të mirëqenies sociale, përfshirjes, sigurisë familjare, punësimit, shëndetit, arsimit dhe mbrojtjes së grupeve të cënueshme. Në këtë kuptim, banimi social duhet konsiderohet si një instrument politik i politikës së përgjithshme sociale. Ligji përfshin një numër shumë të madh kategorish që tradicionalisht konsiderohen grupe në nevojë sociale dhe në mesin e tyre janë edhe familjet dhe individët me gjendje të pafavorshme ekonomike, pra gjendje të varfër ekonomike, përfituesit të asistencës sociale, familjet e mëdha, familjet me një prind, papunët, personat e pastre, viktimat e dhunës familje, viktimat e trafikimit, të rinjt, të moshuarit, personat me asit kuvizuara, personat e zhvendosur dhe të riatësuara, komunitetet e ndryshme, si dhe fëmijët pa përkujtese prindërore pas daljes nga institucioni i strehimit. Për këtë arsye, politika e banimit social duhet ndërtohet mbi parimin e gjithë përfshirjes dhe përfshirjes sociale, duke i trajtuar nevojat e familjes në perspektive më të gjerë. Banimi social ka gjithashtu edhe një lidhje të drejtë për drejtë me politikën e punësimit. Një familje që jeton në kushte të pasigurta ose shpenzon një pjesë të ardhurat të saj për qira, ka më pak mundësi të investojë në arsim, aftësim profesional, transport ose kërkim të punës. Në këtë drejtim, ministria që drejtojmë ne, së bashku me institucionet tjera dhe komuna do të vazhdojë të punojë që politikat e punësimit dhe ato sociale të lidhen gjithnjë e më shumë njëra me tjetrën. Sepse një familje që nuk del nga varfëria vetëm me një pagesë mujore, ajo del nga varfëria kur e ka dhe një shtëpi të sigurt, kur ka dhe të ardhurat të qëndrueshme dhe kur ka anëtarët e saj që kanë mundësi reale për punë dhe zhvillim. Prandaj projekti i banimit social adekuat është një investim shumë i madh se sa një investim thjesht në ndërtim apo në objekte. Është investim në sigurinë sociale, në familjen dhe në dignitetin e qytetarëve. Dhe ky është edhe orientimi ynë si qeveri e Kosovës, që askush mos mbetet pa mbështetje kur ka nevojë për shtetin, por njëkohësisht që mbështetja e shtetit i krijojë secilit mundësinë për një jetë më të sigurt, më të pavarur dhe më dinjitoze. Krahas kësaj ju dini që ne në vazhdimsi po punojmë dhe synojmë ta përfundojmë në qershor vitit të ardhshëm edhe reformën e skemës asistencës sociale, e cila përveç që ka për synim mos të ndërpres asistencën sociale në momentin që një familje nuk plotson kriteret, por janë një grace period që quhet derisa një familje të trajtohet qoftë përmes aftësimit profesional, trajnimit apo edhe mundësisë së punësimit. Ka edhe natyrisht ndryshime tjera në kuadër të kësaj reforme, siç është edhe dalja nga skema sociale vetëm se e keni në familje të moshës 5 vjeçare, në gjë të tillë nuk do të ndodhë. Kështu që jemi të punu në disa politika njëkohësisht, siç e tha kryeministri më herët, në mënyrë që familjet në Kosovë, sidomos ato që janë të cënueshme dhe me kushte jo favorshme ekonomike, të kenë një jetë të dinjitetshme, qoftë duke i angazhuar në punësim, qoftë duke i kriju kushte më të mira për jetë. Faleminderit shumë. Faleminderit, tash mund t'ju përgjigjemi pyetjeve tuaja. Që është konfiskuar një sasi e madhe e armëve dhe një pyetje tjetër për urën e Ibret, kur pritet eventualisht hapet tërësisht, pasi veç policia është vendosur atë. Faleminderit, më lërni të ritheksoj edhe një herë. 21 komuna nga 38 gjithsej, apo më shumë se gjysma e komunave të Kosovës, masaktësisht 55%, do të përfshihen nga ky projekt, i cili e ka vlerën 37 milion euro, me qërast 25 milion euro janë kredi e but nga Banka Zhvillimore e Këshillit të Evropës, ndërka që 12 milion euro jep qeveria e Republikës Kosovës, dhe të mos harrojmë që ky nuk është zavendësim për projektin i cili po vazhdon, për banim të përballueshëm dhe social, por ky projekt për banim social adekuat është shtesë atij që
tashmë ka filluar. Dhe I falenderoj të dy ministrat për punën që bëjnë dhe për prezantimin e sotëm. Policia e Kosovës, siç e dini, ka prezantuar arsenalin e madh të armëve dhe të municionit që I ka konfiskuar në veri të Kosovës. Ju e dini se në Republikën tonë kemi pasur qarmatosje, grumbullim të armëve ilegale anën banë Kosovës, por jo në veriun e Kosovës, dhe në këto 3 vitet e fundit kemi aksionet të shumta policore, të cilët praktikisht po marrin armë në duart e atyre që ose janë kriminal, ose në rastin më të mirë janë potencialisht kriminal. Sepse armatimi ilegal me tyta gjata, me gjithat municion, nuk është për hajre, është veç për shemb. Pra, jo vetëm që kemi konfiskuar armatim të atyre që kanë bërë krime, por në të njëjtën kohë kemi konfiskuar edhe armatim duke parandaluar krime në VM. Prandaj është një punë jashtëzakonshme e Policisë Kosovës edhe e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Ndërkaq, sa I përket itinerarit për hapjen e plot të urës, përkatësisht marrjen nën kontroll tërësisht nga ana e Policisë së Kosovës, ne jemi në komunikim të vazhdueshëm me KFOR-in dhe unë sot pasdite kam edhe një takim në kryeministri me generalin e KFOR-it, përkatësisht komandantin Oskan Ulutash. Pra jemi në komunikim të përditshëm, qoftë kryeministria, qoftë Ministria e Punëve të Brendshme, në mënyrë që gjithçka të shkojë në mënyrë të qetë dhe paqësore. Duhet të përkujtojmë që pas ndërtimit të urave të reja, është bërë absurde që ajo urë të mbahet e mbyllur dhe fakti që qytetarët kanë qarkulluar lirshëm në për këto urat e reja dhe nuk ka shtim as të incidenteve, as të tensioneve, tregon që qarkullimi I njerëzve dhe I mallrave, liria gjithnjë më e madhe e lëvizjes është e dobishme jo vetëm për ekonominë, por edhe për paqen e sigurinë. Faleminderit. Atëherë, faleminderit e mirupafshim.